Qendra Kombëtare e Biznesit ka administruar 14.897 aplikime online gjatë muajit maj, ndërsa shërbimet më të përdorura kanë qenë ato që lidhen me regjistrimin tregtar. Sipas të dhënave të publikuara, 12.916 aplikime janë kryer në regjistrin tregtar duke përbërë pjesën dërmuese të totalit, ndërkohë 1.137 aplikime janë paraqitur në regjistrin e lejeve dhe licencave, ndërsa 844 aplikime të tjera kanë kaluar përmes regjistrit të pronarëve përfitues. Gjatë të njëjtës periudhë janë regjistruar 1.604 biznese të reja, po ashtu Qendra Kombëtare e Biznesit ka lëshuar 101 licenca të reja dhe 17 leje për ushtrimin e veprimtarive të ndryshme ekonomike. Përveç procedurave të regjistrimit dhe licencimit, Qendra Kombëtare e Biznesit ka ofruar asistencë për qytetarët dhe përfaqësuesit e bizneseve gjatë procesit të aplikimit. Në muajin maj janë asistuar 1.232 telefonata, ndërsa 744 kërkesa janë trajtuar përmes komunikimit të drejtpërdrejt me operatorët në chat. Gjithashtu, 1.347 kërkesa janë trajtuar përmes sistemit të biletave të asistencës dhe postës elektronike dhe në total, numri i rasteve të asistencës ka arritur në 3.323, duke treguar nevojën e vazhdueshme të bizneseve për orientim në përdorimin e shërbimeve online.